Meditim për kohën e kreshmës. E mërkura e 4 e kreshmës. Lutja e vazhdueshme, frymarrje e shpirtit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes Nora në këtë mërkurë të 4 të kreshmës. Deri tani kemi medituar mbi rëndësinë e ecjes në dritën e Krishtit dhe të qeni dëshmitar të saj. Sot dëshiroj të thellohemi në thelbin e jetës shpirtërore, pra në frymarrjen e shpirtit, në lutjen e vazhdueshme. Kreshma është një kohë e privilegjuar për ta ripërtrirë dhe thelluar jetën tonë në lutje. Për sot, le të dëgjojmë nga letra e Shën Paulit Apostull drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 16 deri 18, ku Pauli na nxit për një qëndrim të vazhdueshëm në lutje. Gëzohuni gjithmonë, lutuni pa pushim. Për gjithçka falenderoni, sepse në lidhje me ju, ky është vullneti i hyjit në Jezu Krishtin. Të dashur dëgjues, Shën Pauli na jep 3 urdhra të shkurtër por thelbësor. Gëzohuni gjithmonë, lutuni pareshtur, në çdo gjë falenderoni. Sot do të fokusohemi te lutuni pa pushim. Çfarë do të thotë kjo në praktik? A do të thotë që të jemi gjithë kohës në gjonjë duke shqiptuar fjalë? Jo domosdoshmërisht. Lutja pareshtur ose lutja e vazhdueshme nuk është thjesht një sasi fjalësh, por një qëndrim i zemrës. Është një vedije e vazhdueshme e pranisë së Zotit në jetën tonë. Është një bisedë e brendshme me të, një ofrim i të gjitha veprimeve, mendimeve dhe ndjenjave tona drejtuar atij. Është si frymëmarrja e shpirtit, e domosdoshme për jetën tonë shpirtërore, edhe kur nuk jemi plotësisht të vetëdijshëm për të. Kreshma na fton që ta ripërtrim këtë qëndrim. Shpesh jeta jonë e lutjes kufizohet në momente të caktuara të ditës, ose në lutje të shpejta para ushqimit apo gjumit. Prandaj kreshma na sfidon që ta integrojmë lutjen tonë në çdo aspekt të jetës sonë. Si mund ta bëjmë këtë? Përmes lutjeve të shkurtra shigjetore, gjatë ditës në mes të punës, apo kur ecim, kur presim, mund të shqiptojmë lutje të shkurtra si: Jezus mëshirë, Zot ndihmom, faleminderit Zot. Këto na ndihmojnë që ta mbajmë mend praninë e Tij. Përmes ofrimit të punës sonë, çdo detyrë, sado e vogël, mund t'i ofrohet Zotit. Zot, këtë punë po e bëj për lavdinë tënde. Kjo shndron punën tonë në lutje. Dhe përmes ndërgjegjësimit të vazhdueshëm, të jemi të vetëdijshëm se Zoti është gjithmonë me ne, në çdo moment, në çdo vend. Ky ndërgjegjësim na ndihmon që të jetojmë në praninë e Tij. Lutja e vazhdueshme nuk na shkëput nga bota, përkundrazi, na lidh më thellë me të, duke na bërë instrumente më të mira të dashurisë së Zotit. Ajo na jep paqe në mes të stuhive, qartësi në mes të konfuzionit, si dhe forcë për të përballuar sfidat. Le të jetë kjo një e mërkurë, një ditë për të shqyrtuar jetën tonë të lutjes.
Ndërkohë, le të meditojmë mbi këto pyetje. Apo e marrim frymën shpirtërore rregullisht? Dhe apo e lëm Zotin që të jetë pjesë e çdo momenti të ditës sonë? Kujtoni gjithmonë se kreshma është mundësia e artë për të ndërtuar një marrëdhënie më të thellë dhe më të vazhdueshme me Atin tonë qiellor. Të lutemi së bashku. O Zot, Ti që je gjithmonë i pranishëm, na mëso që të lutemi pa reshtur. Na jep hirin që t'i mbajmë zemrat tona të hapura ndaj Teje në çdo moment të ditës. Bëj që lutja jon të jetë një bisedë e vazhdueshme me Ty, që je burim paqeje dhe force. Bëj që lutja jon të jetë edhe një dëshmi e dashurisë sonë ndaj Teje, që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të mërkur, ju ftoj që të provoni të praktikoni lutjet e shkurtra apo shigjetore siç quhen gjatë ditës. Zgjidhni një frazë të shkurtër, si për shembull: Zot, unë të dua. Jezus, më shir. Mari, lutu për ne. Dhe përsëritini atë disa herë gjatë ditës. Le të jetë kjo frymarrja juaj shpirtërore. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju presim nesër sërish për meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.